Konkursi poetik Ngjyra në vargje në edicionin e tij të dytë u organizua në qytetin e Lushnjës, në ambientet e bibliotekës nga Lidhja e Shkrimtarëve Dega Lushnjë. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 50 poetë jo vetëm nga Lushnja, por dhe nga qytete të tjera si Vlora, Berati dhe Fjeri. Të parët që interpretuan krijimet e tyre ishin poetët e rinj, të cilët morën edhe vlerësimet e jurisë për poezitë e paraqitura. Në fjalën e saj, kryetaria e Lidhjes së Shkrimtarëve, Emine Boriçi, falenderoi poetët për pjesëmarrjen dhe vlerësoi rëndësinë e aktiviteteve letrare në qytet. Jam shumë e lumtur që ky tempull i dijes na mlodhi përsëri në edicionin e dytë Ngjyra në vargje. Ky edicion vjen në formë më të përmirësuar të konkursit ton. Dy poetët e reja fituese të çmimeve, Alina Bajrami dhe Aida Turku, u shprehën se poezia sot nuk është më pjesë e përditshmërisë së shumë të rinjve, ndërsa inkurajuan bashkëpunëtarët që të shkruajnë dhe të afrohen më shumë me letërsinë. Në ditët e sotme poezia nuk është se është pjesë e përditshmërisë të gjithë secilit prej nesh. Për mua poezia është ushqim shpirti. Më pëlqen shumë të lexoj poezi, por dhe ta shkruaj atë. Shkrimtari im i preferuar shqiptar është Ismail Kadare, duke qenë se jam dhe nga Gjirokastra edhe e gjej shumë veten tek poezitë e tij. Përfshirja e të rinjve unë e shikoj me shumë vënd, sepse të rinjt duan një dritare mundësie dhe e dhën kjo mundësi nga ne, patjetër është diçka që duhet të shfrytëzohet në maksimum. Dua të kthehem pak tek tema që është shumë aktuale dhe shumë domethënëse, të rinjt në letërsi, në krijimet artistike, poetike e gjitha këto me radhë. Nuk duhet të humbim vlerat tona si autokton. Patjetër, teknologjia, avancimi i shoqërisë na ka çuar drejt teknologjisë. Por unë u bëj thirrja të rinjve që të angazhohen së tepërmi, patjetër, më shumë në aktivitetet letrare, artistike, kulturore, të cilës do natyrë, sepse ne të rinjt jemi ata që duhet të sjellim atë frymën moderne brenda artistik. E pranishme në aktivitet ishte dhe kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, e cila përshëndeti të pranishmit dhe vlerësoi organizimin e këtij eventi kulturor. Dua t'ju përgëzoj jo vetëm për këto iniciativa kaq të mira që i shërbejnë qytetit ton, por patjetër që i jepni edhe një mundësi këtyre krijuesve të rinj, të cilët jo vetëm të shfaqin veten e tyre, por patjetër dhe t'i motivoni që ata të krijojnë akoma më shumë dhe pse jo që me krijimet e tyre të kenë mundësi në të ardhmen të kenë librat e tyre në këtë rafte të kësaj biblioteke. Ndërsa prezantuesi i aktivitetit, Franc Nushi, u shpreh se Lushnja ka qenë ndër vite një djep i poezisë, por sipas tij, sot vjet re një pjesëmarrje më ulët në aktivitete të tilla kulturore. Lushnja ka qenë djep i poezisë dhe më vjen keq ndonjëherë që shumë disa nuk afrohen për të dhënë kontributin e tyre. Në fundit, kjo është për gjuhën shqipe, për lëvrimin e saj, për mos bastardimin e gjuhës shqipe, e kemi të bukur, duhet ta ruajmë.